Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtë herë për të ndaluar dhe për të fokusuar tek motrat Hoxha. Motrat Hoxha, Sara dhe Lori, siç duket, kanë hyrë kokë e këmbë për të bërë ndryshimin në televizionin Top Channel. Pas suksesit të madh në fakt që po kalojnë me këto ndryshime, pas suksesit të jashtëzakonshëm që kanë, sepse kanë fituar komplet vëmendjen e të gjithë shqiptarëve, komplet vëmendja është tek motrat Hoxha, se si do të rrjedhin gjërat, kush do të shkon e kush do të vije, kush janë moderatorët e ri që do të marrin pozicione të reja në televizionin Top Channel, a do të ketë rikthime të bujshme si puna Agron Llakës, çfarë po ndodh në fakt me këtë sezon, ka arritur shikueshmëria maksimale dhe tani motrat Hoxha konfirmojnë edhe një Big Brother goxha të fuqishëm. Po komentohet shumë Big Brotheri, po përflitet shumë Big Brotheri, është komentuar edhe fakti që mund të ketë një ndryshim në moderatore, do të thënë do të ketë moderatore të reja, do t'u jepet një fokus shumë i ri edhe moderatorëve, por unë jam shumë i bindur dhe nga informacione që kam unë, edhe këtë vit në rolin e moderatorit në Big Brother do t'jetë Ledion Liço. Pa marrë parasysh, do me thënë që përmendet jashtëzakonisht shumë zëri i Alketa Vesiut për një ndryshim të mundshëm në televizionin Top Channel, por nuk ma merr mendja që Ledioni edhe këtë vit do t'ja lëshoj atë pozicion kaq shumë të rëndësishëm për Ledionin, Alketa Vesiut. Big Brotheri ka filluar që të nis punimet e saj, do me thënë Big Brother VIP 6 do të startojë në dhjetor, ashtu siç ka startuar çdo sezon, me patjetër që janë përzgjedhur edhe banorët e kastit, me patjetër që janë përzgjedhur edhe personazhet se kush do të jetë pjesë e këtij Big Brotheri, janë përzgjedhur edhe opinionistët, është përzgjedhur dhe moderatori. Duke bërë, do me thënë, një krahasim të gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur, sepse do t'ju gënjenim nëse do t'ju thonim që për opinionistët, për moderatorin kemi informacione nga brenda, akoma nuk ka informacione të sigurta, ka zëra në fakt që përfliten, por informacione të sigurta nuk ka bazuar Big Brotherit në aspektin e moderatorëve, në aspektin e opinionistëve dhe gjithë shka tjetër. Por, përflitet që do t'jetë do me thënë një spektakël ndryshe nga spektakëlat e tjerë, pasi që edhe vetë motrat Hoxha e ndjejnë luftën në fakt që po bëhet për konkurrencë nga ana e mediave të tjera, me patjetër që duan të bëjnë ndryshime rrënjësore dhe jo më kot investohet në për të gjitha emisionet që edhe këtë vit do me thënë mediat e tjera të binden që Top Channel është një super fuqi dhe ka mundësinë që të merë të gjitha audiencën dhe të bëjë të gjitha audiencën për vete. Si e komentoni këtë lëvizje?